Zyra vendore e arsimit në Shkodër në bashkëpunim me Shërbimin Psikosocial organizuan forumin rinor GENZ. Drejtoreja ZVA Brisela Kadia tregon se qëllimi i këtij aktiviteti është që të rinjtë të ndihen të dëgjuar dhe të mbështetur në çdo kohë. Quajtur GENZ, jepi Z, gjenerata Z, që në fakt është gjenerata që tashmë janë këto të rinjtë. Duke pasur parasysh dinamikat e jetës shoqërore, sociale, digjitale, po lëvizin shumë shpejt, është shumë e rëndësishme që t'i krijojmë hapësira dhe mundësi gjimnazistëve, të rinjve tanë për të shprehur, për të diskutuar, për të hedhur në tryezë diskutimi problematika që ato përballen, qoftë në jetën e tyre të përditshme, në komunikimin e përditshëm me shokët, me miqt, por edhe në komunikimin e përditshëm digital, që tashmë ato është e paevitueshme që të mos e kenë një të tillë. Shumë e rëndësishme që të kenë hapësira ku me u shpreh, dhe ky aktivitet i sotëm në fakt nuk është thjesht një aktivitet i radhës, por është një mundësi që të rinjtë të kuptojnë që hapësira për të shpreh është dhe të vazhdojmë ta mbajmë të qëndrueshme duke e pasuruar pastaj edhe me zgjerimin e saj për të trajtuar problematikat, për t'i vlerësuar problematikat dhe ato çështje që ato e gjykojnë që është e rëndësishme me i diskutu dhe të kenë mundësi pastaj edhe t'i trajtojnë. Psikologu Fation Taipi foli për rëndësinë që ka përfshirja të rinjve në këto aktivitete. Kjo aktivitet realizohet në kuadrin e një qershorit, me që këtë gjimnazist kemi mënuar një mënyrë tjetër për më shku drejt forumit, ku është fjala të rive vete, cila zëndëm dhe jep problematikën si mas tyri. Është shumë e rëndësishme që tema të tilla si përshëndetjen nënor për angazhimin komunitar, por edhe sfidat e botës digjitale të trajtohen nga vetë rit dhe të sjellin zgjidhje apo alternativa të cilat janë lehtësuese për vetën e tyre, por edhe për ne si institucione të cilat ne nuk jena shumë gati në përballimin e fluksit, por edhe shqetësimeve që sjell bota e digjitale. Gjithmonë me punën e Shërbimit Psikosocial dhe shkollave është e lidhur me prindin, se praktikisht nxënësi është vetë i ndërlidhur si me prindin edhe me shkollën, dhe bashkëpunimi është pika kyçe ose pika e cila ne na lehtëson punën, por edhe për nxënësit është më afruese dhe mënyrë më mirë për me u përshtatë dhe me kriju mundësinë me shpreh shqetësimet e veta. Forumi rinor bëri bashkë rreth 80 të rinj nga gjimnazet e Zyrës vendore të arsimit Shkodër, me qëllim prezantimin e të rinjve me të drejtat e tyre, përgjegjësitë në komunitet dhe shëndetin mendor.